Komuna e Lipjanit muaj më parë ka përuruar projektin e nënkalimit dhe parkingut në toksor në këtë komunë. Projekt këtë që taksapaguzve të kësaj komune u ka kushtuar rreth 6 milion euro. Ne kemi ardhur të shohim nga afër se sa po mirëmbahet ky parking. Duke qenë se ka pasur edhe reagime të shumta lidhur me këtë çështje edhe nga qytetarët, por edhe nga opozita në këtë komunë, pasi që veturat brenda në parking shpeshherë janë dëmtuar dhe janë aksidentuar qëllimshëm. Një shqetësim tjetër i qytetarëve ka qenë edhe mos mirëmbajtja higjienike. Kjo po shihet edhe në pamjet. Natyrisht, ne që nga fillimi i punimeve në këtë projekt e kemi vlerësuar projektin se jo të domosdoshëm, për shkak që merr një pjesë të konsiderueshme në fakt gjithë investimet e menduara për vitin 2024, investimet kapitale shkojnë në këtë projekt, duke i lënë shumë vendbanime tjera pa investimet bazike. Gjithashtu nuk është menduar mirë edhe mbështetja ndaj bizneseve që operojnë në këtë hapësirë, për shkak që shumica prej tyre po operojnë me vështirësi, që një kohë gjatë pra është vështirësu qarkullimi në këtë pjesë. Si që thash më herët, shumë fshatra kanë mbetur pa investime, kemi ankesa nga shumë fshatra, nga shumë qytetarë të vendbanimeve tjera që kanë mbetur pa investime. Ne vazhdimisht kemi reaguar si në kuvend ashtu edhe jashtë kuvendit, kemi vlerësuar si projekt po jo të domosdoshëm, kish mund është të realizohet në një të ardhme tjetër kur ishin realizu investimet që janë bazike. Ta kemi parasysh shumë fshatrat e komunës së Lipjanit ballafaqohen me mungesë të ujit të pijes, ndoshta më e rëndësishme ka qenë që të koncentrohen investimet në këtë pjesë, se sa në një projekt që nuk është që ka qenë i domosdoshëm. Po komuna ka punu mirë, po qytetarët janë pa vetëdijshëm edhe bojnë bërllogin. Sekretari nuk vjen, na hiq edhe bërllogin. Nëse vetë u kena ndërgjegjëm, kryetari së na vjen për mas por, vati holla. Po realisht ai çdo dikush me mirëmbajt këtë projekt, meqenëse se komuna ende nuk e ka marrë menaxhim. Por ato kryetari ato nuk e dim vallahi. Vesh na falni, por ato nuk e dim. Mirë shumë. Mirë është. Po çështja e mirëmbajtjes, sepse pam që mirëmbajtja nuk është fort në nivel. Po aty valla vish s'di shkëta me këta kryetarët i kanë duhet të dish, po mirëmbajtja nuk e di çfarë më thonë. Në shumë mirë është. Domethënë një shfrytëzon. Po shfrytëzon, por gjithçka. Po shpesh dimit, kërë kur të komunë për tjetër ku çto, e këna shtin më vëllait më kallaj të sanë. Me sa e dim nuk paguni jo, që... Jo. Mirë është, nuk është keq. Atëherë ne ishim edhe te komuna e Lipjanit për të marrë një përgjigje sa i përket përfundimit rreth këtij projekti. Mirë po, të njëjtit na thanë që zëvendësja e kësaj komune është në një takim zyrtar dhe për momentin nuk është e qasshme. Unë jam Arsim Jashari, jam shef i grupit asamblesë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Dega në Lipjan. Çka më thënë domon ju i po keni po besoj që e keni po vendin, parkingun në toksor. Një projekt i madh domon vlerësohet nga mbështetja dhe nga funksionaliteti, so jo vetëm nga ndërtimi, so jo keni po që banjët ende nuk janë rregulluar, higjiena është në nivelin 0, mirëmbajtja është në nivel 0, nuk dim kush vendos vetura aty, nuk ka absolut një kujdes nga organet, nga institucionet kompetente këtë rast nga komuna e Lipjanit dhe e keni po kamet në fatin askujt deri parking që der miliona euro. E gjitha ka qenë kjo për një nguti për fushat, për të rritur pak votat, por gjithçka nuk të rrit votën. E cilat do të jenë hapat e ju konkretisht? Ne kemi bërë kërkesë, unë personalisht kam ngritë shqetësim në kuvendin komunal aty ku jam përfaqësues i qytetarëve, edhe ka thonë që kemi dërguar Londën por OSHP-ja ka bllokuar Londën, tash domon po jetë gjithmonë fajë tim, këta gjujnë fajë në nivelin qendror, nivelin lokal dhe qytetarët e Lipjanit pe vujnë këtë farë higjiene, besoj që keni po pamit dhe pamit klasin vet. Mund kontaktojnë qytetarët dhe kanë shumë qytetarë ankon shumë, por kur është puna me fol publikisht para media, në këtë rast sikur para juve nuk flasin, hezdojnë për arsye se thonë që në hak mirë. Është kryetari është një kryetar hakmarr, se din gjithë, dhe për atë arsye qytetarët hezitojnë me dhënë deklarata dhe me shpreh ato çka e mendojnë
me të vërtetë.